Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e tij të pastër dhe të lirë, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë besimtarët që do ta pasojnë rrugën e tyre deri në Kiamet. Në këtë ligjërim, vëllezër e motra, siç u kam paralajmëruar, do të flasim për disa prej argumenteve që lidhen me gjykimin e këngës edhe muzikës në Islam. Edhe njëherë po duhe me e theksue që qëllimi i shqytyn e ligjëratave nuk është me mbështet një anëshem as njënën palë. E as me forcue qëndrimin tem, as me ja obligu dikujna mendimin tonë. As njëherë. Sepse nëse une mbështes ndalimin, mbështes mendimin që aty në dietarëve dhe hoxhallarëve dhe studiuesve që thonë që është haram, thjesht ka me kanë një person ma shumë karavanin e aty në studiuesve që kanë pas këtë mendim për para meje. Po kështu, edhe nëse e mbështes që kjo çështje është halal ose e lejume, ka pas dietarë dhe hoxhallarë dhe lymtarë dhe studenta dijes para meje që e kanë konsideruar muzikën të tillë. Pra, qëndrimi jam, qoftë ky qëndrim halal ose haram, kjo nuk i shton as nuk i pakson asë një gjatë të re, diçka këtij debati, sepse ky debat është i vjetër që 1500 vjet në Islam. Thjesht qëllimi jam është që me e tregue që në këtë çështje ka një mospajtim. Edhe me kthye çështjen që tashmë është formu një opinion i gjanë që është haram, me kthye, si me thonë, binart e saj të shëndeshëm, edhe me kallëzu që rreth kësaj çështje ka pas divergjenca. Pra, kjo çështje është një çështje diskutabile. Edhe ja vlen debati për këtë çështje, pra nuk është një çështje absolute. Nuk është një çështje e absolutizuar. E kam thënë edhe prapë përsëris, nuk po flas këtu për këngë që janë të fleshta ose këngë që përmbajnë për shembull zhveshje të auretit ose që kanë fjalor të ndytë ose që nxitin në harame ose mëkate të mëdha, ose që të largojnë nga rruga e Zotit ose rruga e fesë. Padyshim që krejt ato këngë që janë të tilla, ato padyshim që janë haram, janë të ndaluar, edhe unë këta e kam pranuar herët në ligjëratat e mia që kam marrë para disa viteve në rrjetet sociale. Amo për fat keq, disa njerëz që kanë qëllime të ndryshme, s'po du me akuzu, po ma keq përdorin fjalën, edhe shpesh herë po ma shtremrojnë fjalën teme, edhe po atribojnë mu gjana që unë si kom thanë. Bile edhe atëherë kur po mundohen me kundërshtu fjalën teme, në vend se me kundërshtu argumente që ne kom përmend, shajnë e fyn, edhe e kundërshtojnë fjalën teme duke e manipuluar fjalën teme. Hajde t'i kthehemi debatit të mirëfillt edhe hajde t'i kthehemi mas pari Kur'anit. Sepse në fenë tonë, ju siç e dini vëllezër dhe motra, nisen për me kon halal ose haram mas pari këshyrim Kur'an. Çka po thot libri i Zotit Kur'ani për këtë çështje? Është fjala për një ajet kuranor që pala kundërshtare e përdor në vazhdimsi si argument që kinse e ndalën muzikën, është ajeti 6 në kapitullin Luqman, i cili thot: "Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadithi." Dhe ka prej njerëzve që blejnë me pare, që blejnë lahu al-hadith, fjalë të kota. Allafologjit të kota, i blejnë me pare fjalë të kota. Për mi largu njerëzit nga rruga e Allahut bi ghairi ilm, pa dije. Wa yattakhidha huzwa, dhe e kthejnë ata, pra fjalën e kotë e marrin si tallje, edhe si dëfrim edhe si hajgare. Ky është ajeti 6 në kapitullin Luqman. Ky ajet po përdoret si provë për ndalimin e këngës. Bile janë transmetuar edhe fjalë nga disa prej sahabëve, siç do ta shohim, prej tyre është Abdullah ibn Mas'udi edhe Abdullah ibn Abbasi dhe disa tabein,
që këta dietarët selefit e kanë interpretuar lahul hadith si kanga. Ibn Mesudi për shembull ka thënë, pasha Allahun, qëllimi me këtë ajet është kanga. Mirë po, nëse e pranojmë që ajeti po flet për kangën, dhe kjo është një interpretim i pranueshëm, siç do ta shërtoj më vonë. Është e rëndësishme me kuptua që çdo lloj këngë hyn këtu? A çdo lloj muzike përfshihet në këtë kuptim? A mos vallë po përfshihen vetëm instrumentet muzikore? Apo vetëm kënga? Sepse ajeti po përdor fjalën lahul hadith, fjalët e kota, s'po thot instrumente, po thot fjalë. Edhe s'po thot çdo fjalë, po ato fjalë që largojnë liudille an sebilillah, që largojnë nga rruga e Allahut. Shprehimisht, ajeti nuk po flet për instrumentet muzikore. Nuk po flet për instrumentet muzikore. Termi përdorën aty është lahu el hadith. Lahu el hadith. Fjalë që janë argëtuese. Fjalë argëtuese. Fjalë lafulogji të kotha. Çdo fjalë është haram jo. Ato që janë të kota. Pse janë të kota? Sepse largojnë nga rruga e Allahut. Mirë, ku është to tingujt muzikor, ose pajisjet muzikore, ose veglat muzikore? S'po flet për vegla. Nuk ka asnjë përmendje të qartë për instrumentet muzikore në këtë ajet kuranor. Ajeti po flet për fjalët e kota. Ajeti po flet për fjalët e kota. Gjithashtu, pjesa tjetër e ajetit po kallëzon çfarë fjalëve është për qëllim. Cilat fjalë të kota janë të ndaluara. Cilat fjalë argëtuese, cilat lafologji, si më thon zbavitse janë haram. Wa min an-nasi me yashtari lahu al-hadith li yudilla an sabilillah. Për të larguar nga rruga e Allahut, pa dije, edhe për me marr ato si tallje. Pra fjala ndalume ose kanga ndalume thuaj ashtu, është ajo që shërben si mjet për mi deviju njerëzit nga rruga e Allahut. Pra i largon nga udhëzimi, nga hidajeti. Edhe po bëhet ky largim, mjet për mi përqesh ajetet e Zotit, shenjat e Zotit, rrugën hynore, rrugën e shpirtit. Liudilla an sabilillah. Fjala liudilla, idioma liudilla an sabilillah, që ti devijojnë njerëzit nga rruga e Allahut, ka ardhur disa herë në Kur'an, që po e marrim shembull në ajet në surën Hajj për shembull. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm. Wala hudan wala kitabin munir, thaniya itfihi liyudilla an sabilillah. Wa minan nasi man yujadilu fillah liyudilla an sabilillah. Ajeti 8-9 në surën Hajj. E njëjta shprehje, e njëjta idiom. Dhe prej njerëzve ka që polemizojnë për Allahun, për mi largu njerëzit nga rruga e Allahut. Dhe ka për njerëzit që polemizojnë rreth Allahut, për mi largu njerëzit nga rruga e Allahut. A çdo polemik për Allahun është haram? Jo. Polemika rreth Allahut është haram nëse bëhet me qëllimin për mi largu njerëzit nga rruga e Zotit. Ndërsa nëse qëllimi është i mirë për mi afru njerëzit në rrugë të Zotit, polemika rreth Allahut është halal. Njëjta gjë është lënë edhe këtu. Njëjta gjë, pra lahu el hadith, nëse përdoret lahwi, fjala lahu, fjalët zbavitse, fjalët argëtuese, nëse përdoren mos me largu njerëzit nga rruga e Zotit, që janë haram. Ndërsa nëse përdoren fjalët argëtuese, qofshin poezi, qofshin këngë, çdo lloj fjale, që me largu njerëzit nga rruga e Zotit, janë haram. Pranvaret qëllimi dhe niyeti pse e ki bë. Vet lahwi në Kur'an, siç do ta shohim, nuk është haram. Fjala lahu, Kur'an ka ardhur disa herë. Kur kush pi dietarë nuk ka thënë botë që çdo lahu, çdo fjalë argëtuese është haram. Asnjëherë kur kush në botë nuk ka thënë kështu. Pra,
Nëse kanga apo fjalët e këndume nuk përmbajnë çdo cilësi që po I përmend ky ajeti kuranor, atëherë nuk përfshihen në ndalesën e këtij ajeti. Prandaj nuk është korrekte me pretendua që çdo lloj këngë apo çdo lloj instrumenti është I ndaluar nëse mungojnë çdo elementet thelbësore që përmenden në ajet. Për më tepër, ata që e përdorin këtë ajet për me ndalua instrumentet muzikore, po japin ajetit një kuptim që nuk bëran nga fjala e Allahut. Pra, pe përdorin një presupozim të jashtëm edhe po e futin presupozimin e jashtëm, po e futin në tekstin hynor. Pa thëmë ma qartë. Pra, argumentimi me një tekst në vetvete nuk mundet me kanë në të njëjtën kohë edhe objekt diskutimi edhe argument për mohimin e diçkaje që ti po pretendon që është haram. Pra, ajeti nuk mundet mu përdor si provë e vërtet e preme për me ndalu çdo këngë ose çdo instrument muzikor. Sepse këta po thonë është haram, pse? Sepse ajeti po thot. Po mirë, rreth ajetit ka polemik çka është lehu el hadith. Ti përdor ajetin që është pik polemizuese, po përdor për më argumentua çështjen e tane që halati s'ki një argument. Kjo nuk është në rregull. Nëse kënga po është fjalë zbraz që nuk përçon asnjë vlerë, që tallet me fen, që nxit amoralitet, po hyn këtë ajet kuranor. Jo vetëm kënga, po edhe poezia, po edhe gazetaria, po edhe shkrimi, po edhe proza. Çdo fjalë që është që merret si tallje edhe bëhet me qëllim I largu njerëzit nga rruga e Zotit, është haram. Ama nëse kënga nuk është thjesht e tillë, po është thjesht një formë argëtimi, ose është një poezi e mirë, ose është një histori, ose është një ndjesi emocionale që nuk përmban asnjë përbuzje ndaj fesë ose nuk largon nga rruga e Zotit, atëherë nuk ka asnjë bazë në këtë ajet kuranor që ndalohet. Asnjë bazë nuk ka. Këta pranojnë edhe dietarët më të mëdhenj që e kanë shpjeguar këtë ajet kuranor në botë. Dietarët më të mëdhenj islam që do ta shohim në vijim, që e kanë interpretuar këtë ajet kuranor, e pranojnë një gjë të tillë që po themi edhe na. Pra, krejt kanë thonë, nëse fjala ose tregimi ose humori ose poezia nuk largon nga Zoti, edhe pse është lehu, pra është një lloj argëtimi, po është fjalë argëtuese, nuk është haram. Se fjala lehu është diçka që me bën pa argëtim, me mund ki kohë të lirë, lehu. Me lujt është lehu. Me një guni muzikë është lehu. Lehu në gjuhën arabe dhe më thonë një fjalë argëtuese, një për relax. Jo çdo lehu në Kur'an është haram. Lehu el hadith, fjalët që janë lehu argëtuese që bëhen me qëllim me largu nga rruga e Zotit. Dhe merren si tallje për fen. Kjo është haram. Ajeti nuk po thotë që çdo lehu është haram. Pra, hajde ta sharojmë edhe një herë. Lehu el hadith në kontekstin e këngës edhe të muzikës. Pra, fjalët e dënueshme janë ato që e largojnë njerin nga rruga e Zotit, shkaktojnë përqeshje edhe nënçmim ndaj librit të Zotit, edhe pengojnë njerëzit nga rruga ose udhëzimi hynor që gjendet në Kur'anin famnalt. Këtë kuptim e ka përkrahë dhe vetë Buhariu në Sahihun e tij. Vetë Buhariu e ka vendosur një kapitull me titull edhe ka thonë kështu: çdo lojë apo zbavitje që e pengon njeriu nga adhurimi ndaj Allahut është haram. Buhariu vetë. Çdo lojë, ka thonë, apo zbavitje që e pengon njeriu nga adhurimi I Allahut është e pavlefshme, është e kotë.
është lehu. Vetë Buhariu në Sahihun e tij nuk e ka kuptuar prej këtij ajeti ata që po mundohen pala kundërshtare me kuptu. Vetë Buhariu. Dhe kur e ka përmend ajetin, dhe për njerëzve ka që blen fjalë të kota për mi largu njerëzin nga rruga e Zotit, vetë Buhariu nuk e konsideron të ndalum çdo lloj fjalimi apo çdo lloj kënge, por vetëm ato që e largojnë njeriu nga adhurimi i Allahut. Përndryshe, çdo bisedë nëse ka si më thon haram, atëherë s'kena drejt as me fol. Nëse çdo hadith është haram, atëherë s'kena drejt me fol. Nëse çdo lehu ka haram, s'kena drejt as me lujt. Se edhe loja është lehu. E këta nuk e ka thonë asnjë dietar që ka dy parmen në krye, nuk ka thonë një gjatë tillë. Çfarë për shembull, njëri pi komentarëve më të mëdhtë Buhariut që është Ibn Battal, thotë: kur Buhariu tha është e ndaluar kur të pengon nga adhurimi i Allahut, ai e mori këtë interpretim nga vetë teksti i Kur'anit. Sepse Allahu po thotë: li yudilla an sabilillah, që ti devijojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Pra kënga dhe çdo lloj zbavitje është haram vetëm kur e pengon njerin nga adhurimi ndaj Allahut dhe për kujtimin e tij dhe dhikri i tij. Ibn Battal, që është pi komentuesve më të mëdhej të Buhariut, dietar shumë i pranuar në Islam, e shpjegon këtë ajet edhe këtë hadith në këtë formë. Ibn Abbas vetë thotë: largimi nga rruga e Zotit nënkupton shmangjen nga leximi i Kur'anit edhe e zikri i Zotit. Pra nuk do të thotë që njeri nuk guxon me u marr me aktivitete argëtuese ose me knu poezi, se disa njerëz selefit, disa sipërfaqësor literal që i morin senet shablon bukfalisht, kanë thonë që lehul hadith e ka për qëllim edhe poezin. Pra disa selefit fatkeqësisht për këtij ajeti kanë kuptuar që edhe poezia, çdo poezi është haram. Bile thuhet që Imam Shafiu vet është friksuar me knu poezin publik. Se disa njerëz në kohën e tij, disa dietar të Islamit në kohën e Shafiut e kanë konsideruar që edhe çdo lloj poezi është haram. Sepse dikush pi sahabëve atje, si kur e ka kuptuar këtë ajet kuranor, ata ka për njerëz që blejnë fjalë të kota për mi deviju njerëzit nga rruga e Zotit, njëna prej arsyeve që përmendet në tefsir, pse ka zbrit ky ajet kuranor është që një mushrik ka pagu me para një poet për me shoh dhe me fi profetin Muhammed. Dhe Kurani po thotë çdo poezi, fjalë të kota këto është për qëllim poezia. Edhe ata dietar kanë argumentuar dhe kanë thonë që çdo poezi është haram. Edhe poezinë e kanë bërë haram. Ja. Por dietarët e mirë fillt nuk e kanë kuptuar këto kështu. Poezitë e mira nuk kanë pse me kon haram. Po kështu, edhe muzika e mirë s'ka pse me kon haram, sipas ajeteve të Kuranit po flasim. Hajde ta shohim edhe mendimin e njërit prej komentuesve më të shumtë të Sahihut të Buhariut, që është vet Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, në veprën e tij voluminoze Fathul Bari, çka ka thënë. Lexojmë tekstualisht. Ai thotë: Ibn Battal ka përmend që Imam Buhariu e ka nxjerr këtë kufizim nga vetë kuptimi i ajetit, për mi deviju njerëzit nga rruga e Allahut. Thot Ibn Hajeri, thot, nga kjo kuptohet se nëse nuk e blen lehul hadith për këtë qëllim, pra nëse nuk e përdor fjalë të zbavitse për qëllimin që me i deviju njerëzit nga rruga e Zotit, nuk ka ndonjë të keqe. Ibn Hajeri thot kështu. Po kështu vazhdon edhe thot: edhe në titullin që i ka dhënë Buhariu kapitullit, kuptimi është që nëse zbavitja nuk e largon njeriu nga adhurimi, atëherë nuk është e pavlefshme në kuptimin e ndalimit, pra nuk mundesh ti me thonë që është haram. Sepse vetë profeti po thot: kullu lahwin, çdo zbavitje është e kot, përveç edukimit të kalit, me lujt me gruan, edhe ushtrimeve me hark, me shtiz. Dikush e ka hobi me dal me gjujt me shigjet, ose me hark, ose me shtiz.
ose me bë not. Pejgamberi alayhis salam po thot, shef, zbavitja, çdo zbavitje mundet me të largue nga rruga e Zotit ose është e kotë përveç, por pas ka zbavitje që nuk janë të kota. Me ushtru kalin, me eduku kalin. U bë kalor si mirë. U zbavitje ton ditën të shkon me ushtru kalin, ndoshta muji, ndoshta viti. Po nuk është haram nëse përdoret me eduku kalin, sepse ai kal të vin luftë, të vin ngara, etc. Ose me lujt me bashortën, nëse bashortja me bashortën. Edhe kjo është zbavitje halal. Ose me ushtru me hark. Profeti Muhammed po thotë që jo çdo lehu është haram. Ka prej lehuit, prej zbavitje pra që janë halal. Vetë profeti Muhammed në hadith po thotë që jo çdo lehu është e ndaluar në mënyrë absolute. Përkundrazi ka lehu, ka zbavitje, ku nëse bëhet me qëllim të mirë, edhe vepra është e mirë, atëherë ka shpërblim. Në qoftë se bëhet për shkak të moralit, për shkak të praktikës mirë, atëherë është shpërblim. Edhe pse duket si zbavitje ndukje, po nëse qëllimi është i mirë, atëherë pse mund ndalu? Pra fjala kullu lahwin batil, çdo lahu është batil, nuk e ka për qëllim realisht haramin. Por thjesht në kupton që s'ka shpërblim. Çdo lehu është i kot, për argumenton pejgamberi alayhis salam me këtë hadith që jo çdo lehu është haram. Çdo lehu është i kot, çdo zbavitje është e kot, nëse s'bëhet me qëllim të mirë. Pra, edhe një herë hadithi po thotë, çdo lehu, çdo zbavitje është e kot, pra nuk ka shpërblim ta. Përveç nëse edukon kalin ose i ka përmend çdo vepra. Pra në këto vepra ka shpërblim sepse qëllimi është i mirë, është ngritja morale, vetdia, edukimi. Kanë përfitim të qartë praktik pra. Mirë, sipas hadithit, disa vepra, disa zbavitje thjesht janë të kota, po nuk do të thotë që janë haram. Që nëse e bën ka me dënua Zotin xham xhenemit. No. Thjesht nuk ka shpërblim to, janë argument, si më thon, argëtime shpeshherë të kota, po jo çdo argumentim i kot sipas hadithit është haram fundit. Pra ajeti lahul hadith nuk ndalon çdo lloj fjalë ose këngë, ose çdo lloj poezie që kanë kuptuar disa. Ajeti po ndalon këngën ose fjalën që e largon njërin nga rruga e Zotit, që përqesh Kur'anin ose që bëhet mjet për mi deviju të tjerë nga rruga e Zotit. Imam Buhariu vet në Sahihun e tij nuk e ka kuptuar këtë ajet që e kuptojnë pala kundërshtare. As komentuesit më të njohur të Buhariut, qysh janë Ibn Battali dhe Ibn Hajar al-Asqalani, nuk e kanë kuptuar prej këtij ajeti ata që po kupton pala kundërshtare, sepse kanë vendosur kushtin. Me kanë haram është nëse të largon nga adhurimi i detyrueshëm edhe ka ndikim negativ pra në qenien tënde. Edhe thamë që kënga kur nuk përmban përbuzje ndaj fesë, nuk e largon njerin nga Zoti, edhe nuk e pengon nga obligimet edhe adhurimet e tij, nuk mundesh ti me përfshin këtë ajet kuranor, me thonë që sipas këtij ajeti kuranor është haram. Pra, Ibn Hajeri po thotë çdo zbavitje për të cilën ka tekst të qartë që e ndalon, ajo është haram, e ndaluar. Ato zbavitje që nuk ka tekst të qartë që janë ndaluar, s'kan pse mund ndalu. Për shembull zbavitje, cilat zbavitje mundën me kanë ndaluar? Loja e kumarit. Ka një tekst të qartë në Kur'an që kumari, me lut kumar, me lut bigjoz, është haram. Edhe nëse ai person e lun kumar mas namazit, edhe nëse nuk i lën farzet, kjo është haram, sepse ka një tekst veçantë për këtë. Tekst i prerë që e ndalon. Për këngë nuk kena në tekst prerë në Kur'an që e ndalon. Edhe pse kënga ka qenë e njohur në kohën kur ka zbrit ky ajet kuranor, nuk kemi tekst të qartë që e ndalon. Pra, problemi është pikërisht këtu. A ekziston pra një tekst i prem që e ndalon këngën në mënyrë të përgjithshme? Që kjo është thelbi i debatit. Prandaj po them unë, ky ajet kuranor nuk mundet me u përdorë si argument për ndalimin e plot. Sepse vet ajeti është si më thon pjesë e debatit. Vet ajeti është pjesë e polemikës, edhe na po tregojmë kuptimin e këtij ajeti në kontekstin e tij të plot.
duke marrë parasysh fjalët që janë përdorur aty, kontekstin që janë përdorur aty, idiomat që janë përdorur aty, edhe krahasimin e kësaj me fjalët e tjera që kanë ardhur në Kur'an, edhe po dojmë me e ditë se çka po don Kur'ani me thon, çka po don Zoti këtu në këtë ajet kuranor me thon. Okej, a kem hadithe që lidhen me ajetin, edhe a ka ndonjë hadith sakt që flet për këtë ajet kuranor edhe për shkakun e tij të zbritjes. Ibn Hajar al-Asqalani përmend një hadith që e transmeton Tirmidhiu nga Ebu Umame. Që keni parasysh ajeti kur zbret, tani do të më këshyra, ka një hadith që e shpjegon këtë ajet. Se shpjegimi i ajeteve kuranore, shpjegimi më i mirë i Kuranit është Kur'an me Kur'an. Pastaj nëse nuk kem në Kur'an diçka që e sqaron, sipas gjithmonë po them sipas majorancës edhe ehli sunetit, edhe jo vetëm ehli suneti, por shumicës dërmuese dietarëve musliman gjatë gjithë kohës, prej kohës të parë deri në kohën e sotit, nëse një koment nuk e gjojmë brenda Kur'anit, atëherë këshyrim hadith. A ka një hadith sakt që e shpjegon këtë ajet kuranor? Sepse gjithmonë komentimi i profetit Muhammed ka përparësi ndaj komentimit të dietarëve se atyne që vinë me pas. Ibn Hajar al-Asqalani kur e ka përmend këtë ajet, është mënuar me kallëzua ka një hadith që flet për shkakun e zbritjes së këtij ajeti dhe që e shpjegon këtë ajet. E ka përmend një hadith që transmeton Tirmidhiu nga Ebu Umame. Hadithi thotë kështu: Nuk lejohet shitja apo blerja e këngëtarëve, dhe për to e shpall ajeti, dhe nga njerëzit ka që blejnë fjalët e kota, 3 pika deri në fund. Por pastaj Ibn Hajeri kur e përmend këtë hadith, thotë ky hadith është i dopt, pra zinxhiri i këtij hadithi është daif. Dhe thot Ibn Hajeri nuk mundet me u përdor si provë për ndalimin e këngës në mënyrë absolute. Po ashtu Tabarani transmeton nga Ibn Mas'udi një koment që lahul hadith do të thot kënga. Por edhe këtë transmetim është i dopt, ka dobësinë e zinxhirin e tij. Bile edhe vet Ibn Hajar al-Asqalani e konsideron të pamjaftueshëm përdorimin e këtij ajeti për ndalimin absolut të këngës ose muzikës, sepse nuk mbështetet në tekste autentike dhe të qëndrueshme. Vet Ibn Hajeri thotë që ky ajet nuk mundet me u përdor, nuk është një argument i mjaftueshëm që mundem na me përdor në mënyrë absolute për me ndaluar këngën edhe muzikën. Nëse shohim për shembull tefsirin e Imam Tabariut. Tabariu, Zoti e mëshiroft, ka qenë dietari më i madh i kohës së selefit që ka shkruar tefsirin më të madhin që ekziston sot mesin ton, e që është, si më thon baba ose ajka ose nana e tefsirit, që është tefsiri Tabari, Ibn Jarir Tabari. Dietari më i madh i kohës së selefit që ka komentuar krejt Kur'anin prej fillimit deri në fund, e që na ka ardhur që është për tefsirë më të vjetër që neve na ka ardhur si trashëgimia që e kem trashëguar prej selefit. Imam Tabariu, Zoti mëshiroft, pasi përmend çto mendimet e dietarëve për kuptimin e lahul hadith, i përmend këtë mendimet që është thonë deri në kohën e tij, çka do të thonë që lahul hadith. Edhe përmend mendimin që disa kanë thonë është kënga, disa kanë thonë është shirku, disa kanë thonë janë daullët. Edhe i përmend këtë çto argumente, edhe masane çka konkludon. Konkluzioni i tij është ky. Po citoj. Thot: Mendimi më i saktë është që me këtë ajet përfshihet çdo lloj fjale apo bisede që e largon njeriu nga rruga e Allahut. Qoftë përmes ndalesave të Zotit apo përmes ndalesave që i ka përmend pejgamberi alayhis salam. Pra, për me qenë e ndalume, ajo fjalë duhet me kanë pjesë e asaj që Allah dhe pejgamberi e kanë bë haram. Jo çdo fjalë apo këngë hyn aty automatikisht në këtë kategori. Edhe shton Tabariu edhe thot tekstualisht, thot, Allahu nuk e specifikoi në ajet se për çfarë lehui po bëhet fjalë. Pra Zoti këtu në këtë ajet kuranor nuk po e specifikon se për çfarë zbavitje po bëhet fjalë. Prandaj ajeti mbetet në kuptimin e tij të përgjithshëm. Përgjithësori mbetet në kuptimin e tij të përgjithshëm, derisa të vi një argument tjetër që e specifikon.
Pra, edhe nëse kanga është lehul hadith, nuk është i vetmi shembull. As shirku nuk është vetëm shirku lehul hadith. As mitet që tregohen për shembull për gjëra të kota gjatë epokës së ignorancës, që disa i kanë përmend që janë lehul hadith, as ato nuk janë vetëm. Prandaj është absurde me krahasu ti këngën e pastër me shirkun, që është krimi më i madh sipas Kuranit. Është absurde. Edhe me përdorë si argument e me nxjerr pikë këtij ajeti kuranor. Hajde shkojmë te një tefsirolog tjetër që është Ibn Atiyya. Ibn Atiyya në tefsirin e tij El-Muharrar El-Wajiz thot që ka njëri prej komentatorëve më të mëdhej dhe më të thellë të Andaluzisë, Ibn Atiyya El-Andalusi. Në tefsirin e tij thot kështu, tekstualisht po lexoj ha. Thot ajeti është zbritur për lehul hadith që shoqërohej me shirk. Për këtë arsye, ajeti ka ardhur me gjuhë të ashpër dhe ka përdor fjalët që t'i devijojnë njerëzit nga rruga e Zotit pa dije. Dhe që t'i marrin këto fjalë të kota, pra si përqeshje ndaj ajeteve të Allahut. Dhe i paralajmëroi Zoti këtu në këtë ajet, i paralajmëroi ashpër ata që veprojnë kështu. Pra Ibn Atiyya po thotë që blerja në këtë ajet mundet me qenë me pare, po mundet me qenë edhe figurative. Është një dëshirë e brendshme që dikush e blen zbavitjen për mi larguar njerëzit nga rruga e Zotit. Po dikush mundet me jap parë, ndoshta hap edhe televizion, që mi largu njerëzit nga rruga e Zotit. Si të shoftë, kuptimi është i lidhur pra me veprat që çojnë kufër, që çojnë shirk, që çojnë përqeshje, që çojnë tallje. Jo çdo zbavitje e zakonshme ose çdo argëtim. Prandaj, po e përsëris. Nëse dikush e përdor këtë ajet për me ndaluar çdo lloj këngë që nuk përmban asnjë send ndalume, thjesht është, mund mendoj, keq interpretimi i këtij ajeti kuranor. Pra, Ibn Atiyya po thotë që ky ajet nuk mundet me u aplikua për ummetin e Muhamedit alayhis salam në mënyrë krahasuese me bë qiyas çdo gjë tjetër që nuk largon nga rruga e Zotit. Bile ky ajet kuranor sipas transmetimeve është përdorur për jo besimtarë që e kanë përkesh Kur'anin, që kanë përgoju tjerë nga rruga e Zotit. Nuk është e logjikshme me i marr ajete që kanë zbrit ndaj pabesimtarëve, qafira, zullumçar, kriminala, mi përdor për njerëzit që e negojnë një muzikë argëtuese për një argëtim, për relax, për kohë të lirë. Ajeti pas bret për lisa, ti e kupton për plisa. Po, ajeti mundet mu apliku edhe për këtë ummet, nëse zbavitja i qenë ku në haram. Për shembull, njëri tham, e bën një këngë me fjalë të pista. Ose e shkruan një roman me largu njerëz nga rruga e Zotit, ose dikush e pagun me parë edhe për me përhap një dezinformat, për shembull, një gazetar. Edhe ai person as s'është i lidh as me Zotin, as intereson Allahu, as pejgamberi, as rruga e shpirtit, thjesht intereson devijimi edhe interesi i tij personal. Pra vepra e tij në këtë rast bëhet e dënueshme, edhe pse me shkruan një poezi ose me shkruan një roman ose me bën një gazetari të mirë ose me thon një këngë, ajo në thelb si e tillë është e lejuar, po nëse përdoret me qëllim të keq, i bën që është haram. Ibn Atiyya pra përfundon fjalën e tij dhe në fund edhe thotë, kjo është për të kritikuar, jo si mkat i madh, por si sjellje e papërshtatshme për një njeri serioz që duhet me nda kohën e tij për me ndërtu veten, mi shërby fesë, mi shërby kombit vet. Edhe punët e tij duhet me qenë dobishme për qenien e tij, për identitetin e tij. Ndërsa zbavitja mundet me pas këtë vend në mos të arsyeshme, për mu shlodh, për me rifitu energjinë, thot atëherë kjo zbavitje është e lejuar, nuk ka asnjë argument që duhet ndalohet në gjë të tillë.
Prandaj unë po konsideroj që është mashtrim i masës me përdor këtë ajet kuranor, thua ti që ka vetëm një interpretim, edhe me përdor këtë interpretim duke nxjerr nga konteksti, edhe pastaj me kritikua mirë të ashpër këtë ata që kënoj muzikë, edhe le me i kritikua, po me qujt fasika, gjunaqar të mëdhaj, edhe me pas mendim keq për vllazërit e tu në fe. Shumë ati bani këm dëgjuan e për hutbe, shumë shkrimtar aty në që e konsiderojnë veten fetar edhe dietar, ha? E citojnë këtë ajet në vazhdimsi. Si një dëshmi thuhet e prem për ndalimin absolut muzikës edhe të instrumenteve muzikore. Kjo, nëse bëhet çështo mënyrë kaq të lehtë, a vëdin? Është njëherë mas pari është mashtrim i qëllimshëm ndaj publikut. Ti nuk po kallzon që rreth këtij ajeti kuranor ka polemik. Vetë sahabët kanë pas mendime të ndryshme rreth këtij ajeti kuranor. Konteksti flet kështu. Dietarët më mëdhej të hadithit se kanë kuptuar kështu. Komentatorët e ajeteve edhe tefsirit nuk e kanë kuptuar kështu. Edhe ti e konsideron një ixhma. Allah be. Allah i bën be thonë e ka ndaluar Kur'an. Ka kështu, çysh kështu. Kjo është mashtrim ndaj publikut. Kjo është xehel, kjo është padituri e pastër. Sepse ti në këtë rast ose nuk pe kupton ajetin, nuk je të di çka e ka lexuar mas pari. Ti nuk po kallzon ajeti çka po pretendon. Ti pe merresh ajetin shablon. Ose nështë e din që rreth këtij ajeti ka polemik, po manipulon edhe s'pe kallzon si polemik, s'pe kallzon si divergjencë, nuk pe kallzon që rreth këtij ajeti ka më shumë se 5 interpretime. Po e merr vetëm interpretimin që ty po të konvenon edhe interpretimet e tjera po i quajnë devijim. Edhe po mundohesh me manipulu njerëzit që nuk e kanë mundësinë me hinë tefsira, nuk e kanë mundësinë me lexuar këto mendime, thjesht për përdor këtë ajet në vendin ku se ka edhe nuk po kallzon që rreth kësaj mesele kanë pas khilaf selefi, nuk ka ixhma në këtë çështje, ka pas dietar të mëdhej që do t'i tregojmë ligjëratat e tona, dietar të mëdhej të selefit që me ijtihadin e tyre kanë thënë që muzika nuk është haram. Instrumentet muzikore nuk i kanë ndaluar. Kemë pa, unë kam ia kallzuar me argumente të qarta nga librat e dietarëve më të mëdhej të Islamit që këtë çështje ka polemik, nuk ka ixhma. Nuk ka ixhma. Njerëzit dëgjojnë që Ibn Mesudi ka thonë pasha Allahun ky ajet po i referohet këngës. Edhe po e marrin këtë fjalë të Ibn Mesudit si një dëshmi të preme. A mu harrojnë që transmetimi i Ibn Mesudit ka probleme. 2. Ndoshta harrojnë, po ndoshta nuk e dinë që kënga për cilën po flet Ibn Mesudi është ajo këngë që përqesh fen, që e nxit degenerimin, që është përdorur nga idhujtarët për me pengu Kur'anin, për me pengu pejgamberin, për me bëj hajgare me pejgamberin alayhis salam. E fundja, okay, Ibn Mesudi e ka thonë këtë mendim. Edhe nëse e ka pas Ibn Mesudi mendimin që çdo lloj këngë është haram, ka qenë mendimi i Ibn Mesudit. Pse s'po merr mendimin e Ibn Mesudit që ai u fal për shembull edhe i ka çu durt ish një herë namaz, tipi që durt 4-5 herë. Ibn Qayyim e ka në librin e tij flet për 40-50 vende ku fjala e Ibn Mesudit lihet sepse është një interpretim që mund të ketë gabuar Ibn Mesudi. Fjala e sahabiut nuk është hujje, nuk është një argument sheriatik as sipas Imam Shafiut. Unë nuk po du me kundërshtu fjalët e sahabëve, sepse fjalët e sahabëve, sidomos Ibn Mesudi është sahabi i madh edhe fjala e tij respektohet, po fundit është një interpretim i tina. Masane aty nuk po thot Ibn Mesudi çfarë muzike, çfarë këngë, çfarë instrumenti, thjesht ka thonë këtu për qëllim muzika, ama sipas Kuranit çështja është pak më e thellë. Në fundit, ky ajet nuk ndalon automatikisht çdo këngë ose instrument muzikor. E pam që Buhariu, Tabariu, Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Atiyya nuk e kanë kuptuar kështu. Kjo ka qenë ajo që unë sonte kam vendosur me fol këtu, me kaq po përfundojmë këtë pikë.
Kisha për qëllim me përfshi edhe hadithin që flet për shitblerjen e këngëtarëve, edhe hadithin që flet për po e lëm për një sesion tjetër me lejen e Zotit. Me kaq po mbyllim. Faleminderit që ishit me neve gjatë kësaj kohe. Zoti din prap më mirë. Kjo është menimi jon, na nuk po themi këtë menim ja imponu askujt. Menimin ton thjesht po dojmë me kallëzu që në këtë çështje ka pas polemika dhe vazhdon polemika të ketë, dhe nëse dojmë me kanë drejt duhet me kallëzu që rreth këtij ajeti edhe rreth kësaj çështje, rreth kësaj mësele ka pas një divergjencë të madhe mes dietarëve prej kohës së selefit deri në kohën e sodit. Kjo është e vërteta, kjo është ajo që duhet me pas parasysh, edhe nuk duhet me përdor këtë ajet si manipulim ndaj masës edhe me bë çështjen thuaj ti se është një çështje unifikuese që ka unitet mes këtyre dietarëve, s'është e vërtetë. Rreth këtij ajeti ka mendime ndryshme edhe pa na në kontekst më të gjatë kuptimin e këtij ajeti edhe haditheve që flasin rreth këtij ajeti. Në ligjëratat tona të ardhshme do t'i sqarojmë edhe disa pika tjera, do të flasim edhe për hadithin, për tekstin e hadithit që flet për Muazif në Buhari, dhe do t'i tregojmë hadithet e sakta që selefi sahabet kanë nigu muzikë, kanë nigu fyll, kanë nigu daulle, dhe Kurani nuk ua ka ndaluar përveç në kohën kur pejgamberi ka qenë duke marrë hutbe në ditën e xumë. Aty e ka ndalu lehwin edhe tijaretin, pra tregtinë edhe zbavitjen, dasmen, kohën kur pejgamberi ka qenë hutbe të marrë hutbe. Mas hutbes, mas xhumas, tijareti, pra tregtia edhe lehwi nuk ka argument Kur'an që ndalohet. Kjo është po e lëm vaktin në ligjëratë tjetër, me kaq po përfundoj, nuk do të zgjenuhem sonte më shumë. Zoti ju shpërbleft natën e mirë.